Ky është shqiptari që vdiq në vendin e punës në Greqi, shpërthejnë protestat. Maringlen Hoxha, 45 vjeçari, është shqiptar i cili humbi jetën teksa ishte duke punuar në Greqi. Ngjarja ka ndodhur në zonën Mitiline, ku ai ishte duke bërë punime në çatinë e një shtëpie kura në rrethana ende të papërcaktuara nga një lartësi e madhe në tokë dhe përpasoj ka humbur jetën. Sipas mediave vendase lidhur me ngjarjen, Qendra punëtore e Mitilinit dhe sindikata e ndërtuesve organizuan një protest dhe tubim solidariteti për familjen e viktimës, ku morën pjesë edhe shumë emigrant shqiptar. Protestuesit denoncuan mungesën e masave të sigurisë dhe theksuan se shumë punonjës në sektorin privat janë të detyruar të bëjnë 2 ose 3 punë për të përballuar jetesën, duke mbajtur pankarta në duar në sheshin Sapho. Ata kanë kërkuar masa konkrete për të parandaluar humbjen e jetëve të tjera në punë.